KQZ lehtëson votimin për të moshuarit për këto zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar masa të reja që u lehtësojnë procesin e votimit qytetarëve mbi 80 vjeç dhe personave me nevoja të veçanta. Sipas KQZ-s, votuesit mbi 80 vjeç tashmë mund të regjistrohen më lehtë për të votuar përmes ekipeve mobile që do të shkojnë në adresat e tyre në ditën e zgjedhjeve. Po ashtu është funksionalizuar platforma elektronike për regjistrim ku qytetarët që kanë vështirësi lëvizjeje për shkak të gjendjes shëndetësore apo rrethanave të tjera mund të aplikojnë online pa pasur nevojë për dokumentacion mjekësor në disa raste. KQZ ka bërë të ditur se në ditën e zgjedhjeve do të angazhohen qindra ekipe mobile në të gjitha komunat për të mundësuar votimin në shtëpi, institucione shëndetësore, shtëpi të moshuarve dhe qendra të tjera. Afatet për regjistrim do të zgjasin deri më 31 maj.